nuk po don stabilitet politik në Kosovë, sepse përfriksohet që Amerika do ta imponojë një zgjidhje me Serbinë, edhe tash për mi ushmon nga Amerikës dhe presioni diplomatik që mundet me ardhë Kosovës, mi thonë, bëje zajet nicën, bëje këto gjonat, ai po riprodhon kriza me shku prapë në zgjedhje, me shpresen që Trump përfundimisht largohet nga skena, pastaj kthehet. Ben sens, do më thonë kjo, nuk dën stabilitet politik, e posaçërisht nuk dën stabilitet politik me Vjosën presidente. Sepse Vjosa ka rrezik për Albinin, që bën marrëveshje me Amerikën. Prit, do flasë që për Kosovën para se ikër, sepse nuk dua të lë të ikësh. Albini është shumë i popularizuar në Shqipëri. Ja, prit një sekond, Berat. Më ri pak një sekond, bëjmë një pauzë vogël dhe do më thuar disa fjalë për Kosovën, se megjithë kam të shfrytëzojmë rastin. Më duhet, më intereson shumë që qëndrimi jot, edhe pse ty shumë po të akuzojnë që je anti-Albini, kështu po unë do të kuptoj me pak fjalë. Kur është me sen kundër pushtetit. Jam dakord. Sepse a keni pak gazetarë këtu që janë pro pushtetit? Pikërisht për këtu duhet të flas. Po bëjmë një xhiro, le të bëjmë një xhiro në Çilek. Se për pak, po pra, se tani është ora do vemi në Çilek. Të gjithë ju prindit e rinj që keni në plan të bëni bebe, fëmijë domethënë, ose që i keni bërë tashmë dhe thoni mos, s'kemi dhomë në gjumit për fëmijët, po edhe po s'ti keni bebe, mund të keni të rinj deri te adoleshent, fëmijë e kështu, e keni gati te Çileku, shkoni atje, deri në fund të këtij muaji keni super ulje deri në 40%. Keni këtë lule shtrydhen si logo të Çilekut, ja ku është. Të papara mobilit e Çilekut, përveç se janë të bukura dhe me stile ndryshme, shikoni që keni, dhe krevat makine, krevat gjithçka. Gjithçka. Te Çileku, ndryshe nga dyqanet e tjera, ku ju shkoni, mobilit janë certifikuara nga TUV, TUV. Konsulov, janë certifikuara. Që do thot, çdo mobilit tjetër që ju fusni në shtëpi, të pa certifikuar, mund t'i bëjnë dëm shëndetit fëmijës, se mobilet ju e dini, lëshojnë disa aroma, që ju nuk i shikoni, nuk i ndjeni, pa ato lëshojnë. Kështu që kujdes, shkoni në mobilet certifikuara, prandaj Çilek është në mbi 100 shtete të botës, është një super brand ndërkombëtar, njësoj të Dorolani në fakt, se harrova ta them që parë, besojni këtyre firmave serioze që janë të pakta, duhet thënë. E gjeni ose te qendra tregtare Presi i Shomë në autostradë, kilometri 12, ose të përballë kompleksit Deli Orgji, Çilek. Dyqan mobilje është për bebe, fëmijë, edhe të rinj. Bravo Çilek. Jemi rikthyer zonë e zotrinj në këtë pjesë të fundit me Berat Buzhan, ora është 23:11 minuta, jemi live. Rikthehet fabula në ekran. Berat, me që jemi te Kosova. E para një më thuaj me fjalë të thjeshta, a mund të vi një ditë, sepse duket që Albini është përgjatë në pushtet, sapo e mori prap, ti do vazhdosh në të gjitha rastet dhe kur ai për shembull edhe sikur linja e tij të ndryshojë dhe ty të pëlqejnë ca gjëra. Për shembull, ka sot ndonjë gjë që ty të pëlqen nga Albini që thua po, këtë e bën mirë. Po, për shembull, ato që thash për mbështetja që ja ka dhënë zhvillimeve në lindjet mesme, kam konsideruar që është gjë me vend. Është me vend. Po. Kjo është politikën e jashtme. Për politikën e jashtme. Po brenda? Jo, asnjë. Zero. Nuk gjendet asnjë gjë të mirë brenda për Albinin. Vitin e kaluar, Çani, 400 milion euro të Kosovës kanë ardhur në investim në Shqipëri. Kosova është investitori kryesor në Shqipëri në ekonomi. Në imobiliare, ku investojnë? Në ndërtime. Zakonisht në cilin treg, në ndërtime, po kanë, domethënë, ti thua ndin ndërtues nga Kosova. Bëjnë ndërtime kosovarë, blejnë pasuri në Kosovë, kanë blej biznese në Kosovë, janë 3-4 biznese në Kosovë që kanë blej këto rrjetin e supermarketeve. Po e di, ka parë. Pra, jo në fut. Kosova është vitin e kaluar e kaloi Italinë si investitori kryesor. Po mirë. Kjo është frika e bizneseve me qëndru në Kosovë. Po pse më çfarë u bën Albini bizneseve? I urrejnë bizneset. Pse? I urrejnë. Po pse? Albini, domethënë, jo Albini. Ajo prerja një politikoni si Albini, ajo do një popull të varfër. Sepse vetëm me të varfërin, ai ka dhënë ndihma. Prej që është në pushtet, çdo vjet i ka dhënë ka një autostradë ndihma në vlerë të autostradës. Domethënë, vend që me ndërtu rrugë, ai thotë, po ju dho studentëve 20.000 studentëve ka 100 euro sadaka. Domethënë, logjika e tij ekonomike është të tmerrshme. Po jep pagën e 13, po jep në mars. Domethënë, po jep pagë 13 shërbësve civil, shërbësve publik. Po pse dush me dhon ti pagën e çka më u bë punëtorëve privat? Domethënë, si po jep vetëm administratës? Vetëm administratës. Jo tjerëve. Jo, vetëm punëtorëve të shtetit. Edhe ky Ramsi e bën këtë punë këtu. Po bën gabim nëse e bën. Po pagë 13 jep Ramsi, sepse që jep pagën e 13. Unë di që jep një pagë fundit. Jo. Ky po jep pagën e 13
me taksat tona. Unë kam jetu në Paris prej shumë vitesh, gjithmonë minim pak në 13. Kur të vina në kushtet Parisit, po mirë me dhomë. Po ne kemi nevoja, dhe më thonë, shëndetësin lahtar, dhe më thonë, komplet shërbimet janë keq. Autostrada që i kanë ndërtu tjertë, po prishëm, avash. Po kemo pse autostrada që vjen në Shqipëri nuk është autostradë super është më Berat. Shë ndërtoj atë. Tek goca që vdishën në Tiranës. Bekteli i kanë ndërtu o burë? Jo, kur? Në kohë nashim thoqit. Po, shëndësi kanë Se kanë ndërtu asë 1 kilometr autostradë. Është që 6 vite është në pushtet. Që 6 vite është në pushtet. Asë 1 kilometr autostradë. Se nuk është shumë i dhënë pas paras ky mërbur. Pra ky... Ora po jep ndihma. Dhe më thonë, ky po jep ndihma. Po se është i majtë, prandaj. Po zakonisht e majtë e lëshojnë ndihma kështu pra gjithmonë. Po ne kuptoj i majtë në Francë ose i majtë në Gjermani. Po i majtë në Kosovë. Dhe më thonë, merë mi taksat e mija, edhe jep, si më thonë, unblock jep. Pra asistenca sociale është mirë në Kosovë. Njerëzit që janë me asistencë marrin mirë para apo jo? A di ç'a bën? Ky jep asistencë sociale edhe atyre që jetojnë në Gjermani. Imagjinoje ti. Ka shku në Gjermani në fushat zgjatore, besom. Nuk është kjo se kjo mundet me t'inglu science fiction. Kjo është e vërtet çani. Ka fjale me ki në YouTube. Kur i thot atyre atje, regjistrohuni për asistencë sociale në Kosovë. Po. Po ti thua nuk funksionon. Ore, si më funksionu? A jeton në Gjermani e ka pagën 2-3.000 euro. Edhe ai regjistrohet merr ndihma për fëmijën në Kosovë. Taksat e mia. Po kjo shmenduri, a e bën këto për me korruptu votën? Ti thua thjesht si shpërndan ky Ramsi pra që shpërndan këto. Ore në Gjermani, shpërndan këto pra për Norvegji. Ai i Norvegjis vjen në Kosovë edhe merr ndihma sociale. Po i merr të paktën? Po i merr ai ndihma sociale. Po si guxon ai me më marr ndihmat e mia sociale? Nga parat e taksave tua thua ti. Po me çfarë drejtë i merr ndihma sociale? Domethënë ky shpërndan ndihma, domethënë një ditë para zgjedhjeve. Premten i ka dhënë ndihmat edhe nona jeme merr, domethënë i dalin edhe nonës time. S'ka nevojë. Po jep gjithëve. Por ti jep atyre që kanë nevojë, pajtona. Po mos korrupto vot, domethënë 3 ditë para zgjedhjeve të premten ju ka dhënë unblock njerëzve kanë 100 euro. Taksat tona. Po unë një gjë nuk kuptoj. Ramsi këtu fiton nëpërmjet shumë teknikave, një prej cilave janë dhe këta të fortët që kanë parat. Po. Dhe kur them të fortët që kanë parat, nuk janë vetëm këta klientët e tij të mëdhenj që njihen me emër dhe që kanë bilance. Dakor? 3-4 vetë janë ata që janë më të fuqishmit. Pa i përmendur tani se nuk ja vlen. Po janë edhe të fortë të tjerë. Po ndërkohë Ramsi fiton sepse ka me vete, pra përdor përveç inxhinierimit të votës dhe të gjitha i kemi thënë këtë gjë, përdor dhe parat në një farë mënyre, jo zyrtarisht, të oligarkisë, në fakt këta janë klientë, të krimit organizuar, njerëz të botës së nëndeshme, dakor? Ndërkohë unë se kuptoj një gjë, si Albini fiton vetëm me parat e ndihmës sociale më burr. Pra, si mund të joshësh dhe të gënjesh ca njerëz duke i dhënë një 5 lekë. 5 euro, se ju keni euro në atje. Pra, normalisht Albini duhet të kishte interes të mund, ta kishte mirë me klientët, me bizneset në Kosovë. Jo, se... Si funksionon ndryshe kjo punë? Nuk është vetëm kjo, dhe më thonë, nuk është vetëm ndihma sociale. Jo, nuk është vetëm ndihma sociale. Është keq ka bën, sepse këto gjona i ka akuzuar të tjerët. Ku kanë bërë tjerët, ky ka dalë ka thonë, hey. Po kush tjerë, mos e thashi sigurisht e pak më djathtë apo jo? Ja, ma jasë, pas politik djathtë të majtë trujë, shqiptare, arre këtë gjotë. Tani janë gjithë të djathtë gjona, për ne. Qfarë, dhe më thonë... E djetë ati, nuk kam më të majtë në botë, vla, të pak të në këtë pjesën këtu, përveç Koreas Veriut, keni parë ndonjë thonë, është prej e bukur shumë kjo. A ke parë, a ke dëgjuar njëri ti që kur muni Berlinit, ti thoshte gruaja, bu gati, bë varishtet, po ikim Berlini lindor. S'ka më të majtë realisht. Janë fake të majtë. S'ka, po, ka qeveri s'ket qani. Është mashtrues i madh. Është mashtrues i madh, është demagog i madh. Pra, fakti që po... Edhe ju i shani kështu si këtu në Shqipëri, vlla. Kënd? Berat, mashtrues i madh thua për kryeministin. Po është mashtrues i madh. Po ju keni pas një tjetër etik në Kosovë, morti. Berat, nuk i përdorni to. Kjo është... Çka ka ndodhur kohët e fundit, më thuaj të vërtetën. Sepse unë ai shumë xhan, po dua ta kuptoj pak. E qartë. Domethënë, ai ka sjellni praktik negative në Kosovë, domethënë, edhe mënyrën se si e ka marrë pushtetin, mënyrën se si abuzon me pushtetin, mënyrën se si e orienton publikun në tema caktuara. Ore, a ka vjedh zgjedhjet apo jo ky njeri, më vlla? O Berat, e akuzon do ti që ky ka vjedh zgjedhje, vlla, ose i ka inxhinieru? Arjan. Jo ka vjedh në kuti. Arjan. Ma thuaj këtë të vërtet, vlla, sepse janë shiko. Unë në fund të emisionit do e shoh vërtet, unë e mbyll me një fjali, vlla. Po. Mund ta kem gabim. Unë me një fjali që ti do e shohësh dhe do shoh reagimin tënd. Le të do të kapi ty kur ta them. Okej. Zgjedhjet nuk është problemi, është ky. Jo, po, këtë mandati mua, këtë mandalla. Jo, e qartë. Këtu ka prova
ke raportet OSBE Odirit se si blejan zgjedhjet. Në Kosovë, mund të më thuash cili është raporti OSBE Odirit ku mbaruan zgjedhjet? Negativ është. Çfarë thonë më burr? Jo, Kosova, janë 3 organizata ndërkombëtare të lirisë shprehjes. Në të 3-jat Kosova është pingull të poshtë. Është prapa Shqipërisë. Te reporterët pa kufi. A ka ndikuar kjo në inxhinjerimin e votës, pra në cënimin e votës? Patjetër. Po nuk e thon pra këtë. Domethënë fakti që Kosova është më keq se Serbia në lirinë e shprehjes. Ne kemi qenë kampion në Evropë, në Evropën lindore. Po kë që më liri shprehjes, e ke fjalën për kë, për televizion, për mediat. Raporti qeverisë me shtypin, dëshira aty në me mbyll media, linçimi i gazetarëve. Kërkush nuk e bën më në mënyrë sofistikuar se Albin Kurti. Ata morën vendim me mbylljen e televizionit. Kam parë dhe ty më, aty është një emision që është shumë i shikuar valla. Cili? Një emision që i haroj tani gjithmonë, por është një djalë i mirë ai shumë ai që e bën, i gazetar i mirë do të jetë ai. Unë ka që s'jam familiarizuar dhe që me emrat, te kjo TV Dukagjini. Po. Si ka emrin? Debat Plus. Si ka emrin ky djalë? Ermal Panduri. Ermali, bravo. Ermali që s'na shikon, përshëndetje. Po. Që bën një emision shumë të mirë. Dhe ka audiencë të paparë valla. Po e shitja bilek ditën e zgjedhjeve. Sa ishte ditën e zgjedhjeve më burr? Çmenduri valla në YouTube. Ty të kam parë dhe ty atje. Po, kam shku, po pas kohë. Kam vërë, po marrë atë si shembull. Nuk mungon pra liri e fjalës. I thonë mor njerëzit gjëra troshmër bera, pse thua? Tregom një gjë. Nuk ka censur, duhet të them. Ku ka qenë intervista Albin Kurti që 5 vite? Tjetër gjë ku ai që ai. Sa është të dërgjoj? Po Rom si shkon te Fevziu, shkon te ai tjetri, jep disa intervista. Albin Kurti vetëm televizionin shtetëror jep intervistën. Edhe ato me pyetje. Nuk të duket më korrekte kjo ty se sa ky tjetri Papaxhiu që. Jo. Dhe më thonë, ai, kur ishte në opozit, jepte intervistat të nesë, e mbështesnim. U zhduk pasaj. U zhduk, thot, jo, unë e dha intervistën në televizion me audiencën 0.1%. Qartë. Sepse nuk donë me u përball. Nuk donë me u përball. Ore, po me Vjosën çpati. Çka është problemi me Vjosën? Ata ishin binom, njerëz kanë bërë tatuja, Albini dhe Vjosa. Me vetë nuk u përgjigje pyetjes. Po. Shqipëria dhe Kosova. Për sa i përket zgjedhjeve të lira dhe ndershme. Janë si nata me ditën, për ta mbyllur emisionin. S'është si nata me ditën. Ne jemi me keq. Tani ky është, unë paktën nga gjithë informacionet që marr lart e poshtë. Po. Ti je nga të paktët që e thua që jeni më keq se Shqipëria. Ju e keni glorifikuar Kosovën, si është e mundën. Dale, një sekondë, të bëj një pyetje unë ty. Si ka mundësi më Berat që nuk ka kontestim zgjedhjesh në Kosovë? Ma thua dot ti më. Sepse s'kemi opozit ne. Ne s'kemi opozit. Pse kjo këtu duket opozit ty? Po, keq është edhe këtu, domethënë. Po ata janë tonë, ky bish është, ky i vjetri i opozitës, ju ky është një bish e vjetër. Berisha është personazh, patjetër. Po. Të tjerë janë pionierë, domethënë. Pra, një sekond, pra, po kjo s'do të thotë që ata të mos ngrinin zërin dhe të mos denonconin që s'do kishte vjet. Ore shkun, dëgjom. Pse e pranon rezultatin mos zotëri? Kur u caktu data zgjedhjeve, ajo ka qenë një inxhinjerim i votës. Me 28 dhjetor. Në Kosovë kanë qenë 450.000 votues të ri që kanë ardhur nga diaspora. Edhe këtu, kësaj radhe. Mirë. Jo më se s'kanë qenë 450.000. Kanë votuar në diasporë. Po, ata përveç që kanë votuar në diasporë. Ti thua kanë ardhur në Kosovë. Fizikisht kanë qenë në Kosovë. Po edhe. Edhe ata votojnë 80-20 në favor të Albin Kurtit. Po normal, se ashtu votojnë, po votojnë qeverisë, ata jetojnë larg dhe u duket. Keq. Po kjo është inxhinjerim, domethënë, sepse ne jemi ata që po rrim në Kosovë. Nuk mund është ti pijos mos marrë ma përcaktu mu, kush kom ma qeverisë vendin tëm. Ti je që të mos votojnë diaspora? Tjetër. S'duhet votoj? Absolutisht. Fare. Që dush me pas një kriter. 6 muaj ke jetu në Kosovë, ke boni diçka, domethënë ti s'mundesh një herë në vit me ardh, me votu edhe mu kthy, edhe gishtin e mesme ma dërgu mu pe Oslos, me thon, u afutëm juve prap. Pre Oslos, Suedi. Pe Suedis, pe Norvegjis. Apo Oslo është Norvegji. Norway. Domethënë, e caktoi datën e zgjedhjeve me Vjosën aty ku aty. Opozita as gjati kryt që themi ne sikur çapi te kasapi. Edhe than në rregull, si është në rregull. Si është në rregull, sepse ne qeveria do të më përcaktojë banorëve të territorit, jo pi banorëve të botës. Atëherë është sikur më maj zgjedhje globale për Amerikën, me vendosë edhe na, kush ka më konë president. Kemi dëshirë. Të gjithë amerikanët, të gjithë francezët, të gjithë gjermanët, kudo që janë, në diasporë, që jetojnë fanë ato vende, votojnë ditën e zgjedhjeve. Sa është përqindja aty, domethënë, ne po flasim për kuriozitete franceze, domethënë. Edhe grekët votojnë gjithashtu që janë jashtë diasporë, që janë shumë. Votojnë kur janë zgjedhjet. Po. Votojnë, po për shembull hebrejt e këmbë Izraelit, duhet më konë shtetas aty për me votu. Mi pa ashtu, hebrejt janë ndryshëm, janë special. Një gjë. Ka mundësi që votojnë grekt. Mirë, po nuk votojnë. Po, jo 30%. Të najnë aty folë, sepse... Që ndryshon raporti, thotë. Që ndryshon raporti. Sepse nëse nuk është kritike, dhe më thonë, okej, lere, po kur bëhë serioze, që ajta përsakton të fitusin, e unë jetoj aty. Po prapë, kjo nuk mund të quhet blerje vote, apo jo? Po, është
si më thonë, po këtë është ideja, dhe më thonë, jo blerje klasike, mirë po, e ndryshon pak aty, pak të ndihma. Pse në kohën e Hashimit nuk ka qenë kështu? A disa kanë votu. Bile Hashim thotë që, me Fatmir Sejdiu, pa të marrë vendim politik, me mbyll degët e partive në diasporë, mos me politizu diasporën. Ka pos vendim, që ka qenë vendimi jashtëzakonshëm. Kroacia, disi e ko. Kroacia i zgjedh 2 deputet, se ka një diasporë që jashtëzakonshme të madhe Kroacia. Dhe ata kanë thonë kështu. E kanë po që po bëhet problem, kanë thonë okej. 2 deputet, po. 2 deputet votonin në për ambasadat, 2 janë t'jujt. Për 120-ve. Po ata të na po i përcaktojnë 25 vende. është një numër i madh. Pra, pse vjet e fundit sa janë përcaktuar nga ata? 400.000 kanë qenë fizikisht. Dhe sa deputet llogaritet që të jenë përcaktuar nga ata? 20-25. Vërtet? Po, për 100 shqiptar. Sepse shqiptarë janë 120 janë minoritar. Qartë. Domethënë ajo është e ngrën këtë pendulumin, këtë peshorën e dërgon këtej. Pra, ishte ajo, ishte ndihma sociale, ishin disa faktorë. Pra, ti e përmendë shumë mirë, tha, zgjedhjet do të jenë të lira dhe të ndershme. Mirë po. Ky është kriteri. Te ne janë të lira ditën e zgjedhjeve, por nuk janë ndershme, sepse zgjedhjet janë çka ndodh 4 vite, jo çka ndodh ditën e zgjedhjeve. Qartë, një sosi në Shqipëri po. Po pra, se të dielën ose të shtunën kur marrën në Iran zgjedhjet, edhe atë janë të lira atë ditë. Po çka ka ndodhur 4 vite deri te dita e zgjedhjeve. E kuptoj. Sepse ti më caktove mua zgjedhjet kur ti e solle një armat. Këtu jemi dakord në të pjesë. Jemi sepse në Shqipëri glorifikohet, ju keni zgjedhjet, po janë të mira zgjedhjet, po ju po mendoni se janë të mira zgjedhjet. Tjetra, ai fiton. Jo, e di pse, se nuk ka kontestim, kjo më çudit mua. Se janë këta idiot. Po me Abdigjikun ç'bëri sot ai Albini, dhe pra që ishte në takim me Abdigjikun. Seks. Si seks më burr? Po u tallani ditë kisha një dash kur po futën takim me opozitën, po kërkon kondom Albini, po thotë nisel një edhe kondoma aty brenda. Mos ja fut kot. Po me Abdigjiku, a është ky i kësaj i LDK-s? Po. Është kryetari? Po. Pse më ai mua më duket djalë korrekt shumë Abdigjiku. Lulbasha si dukej, ai çuni mirë. Se është jetë gjë me Lulin. Zërbe. Po ky tjetri, jo, se ky e datërheqën ky ish këngëtari, si e ka ky? Memli. Iku ai. Po, Bedria mbajti. Kush Bedria? Bedria është i riu. Po, po s'është i ri është. Me eksperiencë. Ja ka fjalën që është kryetar i ri, po. Po. PDK e rujti, domethënë, qëndroi aty, po LDK humbi, domethënë, humbi. Çështja është kjo. Çfarë po ndodh me Vjosa? Por ta mbyllur Berat. Po. Se s'dua të mbajtë ty se e di që ke punë, prandaj se vajte ora 1:30. Apo ke qef sërish? Jam ajo mirë. Çka kanë thënë me Vjosa Osmani për ta mbyllur idenë sepse nuk dua ta ndërpres. Sepse edhe jepi pikën, vuri dhe pikën fjalisë për ta mbyllur emisionin. Vjosa Osmanin ky po don sikur Erdoani ku ka vendosur me një moment mi shkput raportet me Fethullah Gülenin. Domethënë, Erdoani është në pushtet, ka ardhur në pushtet me Fethullah Gülenin. Po kur fillon me pas ambicie autoritare, gjëja e parë që e bën ti është mi kput raportet me ato që të kanë ndihmuar me marr pushtetin. Sigurisht. Albini po i kput raportet me Vjosa Osmanin. Domethënë po don me është kategori politike, është normale, ka koherencë politike. Ani, vetëm të më nënvizu edhe ne, më thonë, okej. Kjo është një viktim e Albin Kurtit edhe manipulimit. Po, unë besoj që është gabim i madh e Albinit, do t'i kushtoj kjo me Vjosa Osmanin, do t'i kushtoj, sepse po të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme, Albini nuk e kalon më 32%. Je i sigurt do bëra? 1.000%. 1.000%. Sepse është një masë e frustrume, nëse futesh në rrjetet sociale, nuk po munden me besu që Albini thjesht nuk po e zgjedh Vjosën, domethënë nuk po janë komplet të tronditën, janë këta influencerat që kanë qenë pro Albin edhe pro Vjos, më ja u lexu postimet, ata janë të hutum, çka po ndodh. Jashari Rasi, nga familja Jashari Rasi opsion. Absolutisht. Nuk është më. Jo. Tre kush është opsioni, pra më jep një parashikim. Glaukun, kë po don me po s'ka opsion, s'kemi kur kush si merr ato vota. Po mirë, po i ka vota për Glaukun ky? Si ka as për Glaukun. Sa vota i duan pra? Do të qenë prezent në sallë. Sa? Nga 120 që ka Kosova, sa do të jetë? 80. Po ky fatikisht nuk i ka 80. Si ka 80. Po me LDK-n bën 81. Me LDK-n. Pra Abdigjiku pranoi sot? Abdigjiku pranoi, po Abdigjiku po thot pse do ta më të votuën ty. Më jep mu diçka. Po s'do japi diçka ky? Jo s'jep ky. Jo, po s'ka mundësi më. Pasha zotës jep. Jo. Pasha zotës jep. Atëri që ka gjeni vlla. Po është deri tash ishte gjeni, domethënë deri tash e eci kungullin mbi ujë. Domethënë ky s'jep asnjë gjë. Ti nuk bën as transaksion ky? Asnjë transaksion. Po si njerëzit ti i binden? Po, deri tash po. Atëre ky është papa. Po jo, po është, që më thonë, po shiko. Edhe papa ti jep diçka. Po mirë, po ku është Kosova, domethënë ne s'kemi qeveri stabile prej që një vit e gjysmë ne jemi në proces zgjedhor. Tash këto lojra duken të mira teorikisht, po shteti ku është, domethënë anash prej testosteronëve, të politikanëve maskulista,
Qa po bëj me shtetni, se kjo drama fantastike. Po sikur mos ketë sa pak shtet morti Berat do ishte mirë më burr. Po ç'a ta dojnë? Po ç'a doni shtetin më burr? Po ç'a do të duam shteti vetëm ta rrjep mortë, merr paratë tua, në vend që duhet i lej ty në përgjep aty ashtu. E kuptoj. Ç'a duhet shteti më burr? Tek këtë koncept, po ne jemi shteti pa bër. Domethënë ne nuk jeni i bërë operatë një gabim, si jeni i bërë më burr. Si jemi i bërë, sepse si jemi pjesë e organizatave ndërkombëtare. Po kjo pse faj kujt është kjo tani? Mirë, po nuk është faj kërkujt. Po do ketë rrugtimin e vet Kosova, do bëhet një ditë burr, po do një luftë sakrifisa. Vërtet, po sikur gjatë këtij një viti e gjysmë ta kishim bë belen 1 kilometër rrugë. Po ne po bëjmë hapa mbrapa. Ne e patëm ofertën para 2 viteve, e patëm ofertën për më bë pjesë e Këshillit të Evropës. Oferta më e mirë e mundshme. Dërgon e thanë këtë landën gjykatë kushtetuese, ishte një landë për asociacionin Zajednicën. Vetëm dërgon e tha, mos e paragjykoni. Le ta merr gjykata kushtetuese, le ta shqyrton. Nuk e dërguan. Ne bëshim pjesë e Këshillit të Evropës, organizata më e madhe ndërkombëtare. Po pse sipas e, pse nuk e dërguan? Nuk e di. Është e vështirë më fut kokën e tij. Domethënë, pse e bën këtë gjë, sepse ndoshta gjykata kushtetuese ma fut thik pas shpinë, i thot po asociacionit, pastaj më ngelet mu. Nuk e dërgoj. Ti thosh, "O ti debil. Çfarë do na më bë me shtetna?" Ore Berat, para se ta mbyllim, ose unë me ty mund të rria për qef gjithë natën këtu, se ti je muhabetçari pa parë, valla, je i pa parë. Para se ta mbyllim, më thuaj një gjë Ariani, tani se jam shumë kurioz. Ti ke qenë deputet në vitet 2010-2014. 2010-2014. Po. Një mandat vetëm. Çudia e madhe është që me tipin që ti ke, me gjithë të vrull dhe me gjithë të energjik që ke ti dhe pozitiv, do të një pozitiv, edhe kur nxefesh je pozitiv prapë. Varet. Po, të patën kështu të shoh unë dhe shumë njerëz. Me gjithë energji që ke, mërzëtoj, me gjithë të jetë që jep, speeches, se thuash fjalës kur flet, dakord? E para, pse nuk vazhdove në politikë, se ti je njëri që mund të mbledhësh njerëz dhe t'ju flasësh pa fund, nuk pushon, prit, një. E dyta, pse s'vazhdove dhe kushtafutui pra është e para, që nuk vazhdove do të më, dhe tjetra, si ka mundësi që tani që ti ke një pjekuri shumë të madhe se në atë kohë, apo jo? Dhe je shumë i rritur, di më shumë gjëra, e pe që në media je prapë shumë i mirë. Më kupton, si ka mundësi nuk do të hysh prapë, ti ke gjëra për të thënë, vllak, dhe do të marrësh vendime. Pse vazhdon me formimin që ke, pse vazhdon të jesh një vëzhgues dhe kritik nga jashtë, pse nuk hyn brenda sistemit? Berat, kush të pengon? Më thuaj të vërtetën. E para, politika për mua ka qenë pjesa më e errët e jetës time, domethënë, ajo Me erët? po. Po si ka mundësi? Absolutisht, domethënë, ishte shoqëria e gabuar, domethënë, ndoshta s'është faji i kolegëve, ndoshta ishte faji im, por nuk e gjeta veten aty, domethënë. Seriozisht e ke? Absolutisht, domethënë, ishte e tmerrshme. Kalu periudhë Ishte aksident? totalisht, domethënë. Nuk e di unë. Unë u futa aty dhe Mendova që ti ishe futur me një qef të madh që dikush. futa me një qeft madh, edhe pastaj aty u dëshprova, domethënë, ishte I ke vetë, nuk është se intrigat të nxorën jashtë loje. Jo. Pastaj u ndova me Hashim Thaqin e i banëm ato, domethënë, spajtosha. Unë i sulmoja ministrat kur isha. Nuk dola nga partia, po unë isha në luftë, përfundova të mos fol në raporte komunikuese me asnjërin për ministrave, sepse unë i kritikoja, edhe pse isha pjesë e koalicionit qeverisës. Janë gjitha fjalimet aty, domethënë. Isha në luftë me vetëvendosjen, po gjithashtu me ministrat. Kritikoja ministrin e arsimit, ministrin e shëndetësisë. Kur ishe deputet? Kur isha deputet. Pra ti bëje gazetari dhe kur ishe deputet? Po. Por më fal një sekond, para se të bëhesh deputet, ti ishe marrë me media? Po isha unë në media. Unë e marrë me media që nga janari vitit 2000. Punova 10 vite në media. Pastaj u futet deputet? Pastaj u futa deputet, po mire thë, vazhdova me po gazetarin edhe aty. Nuk u konformova, domethënë, ishte e pamundun me u bë. E provove një herë të thjesht ta provoj, e pe që s'ishte. Pra në fakt jeta jote është kjo që bën tani. Po. Ose ndoshta kam qenë në shoqërinë e gabuar, sepse unë e du politikën. Një ditë me gjetë një shoqëri duhur në tema që besojmë. Unë e përfundova aty në politikë, u thosha, ore si është e mundur, ishte e grupi parlamentar që bënim mbledhje. Si është e mundur këtu është një komunist, një liberal, njëri thoshte du të me privatizu telekomin, tjetri thoshte du të me privatizu telekomin, i thosha Hashim Thaqit, çka janë këta njerëz, thosha, kjo politikë ti nuk i pyet këta, domethënë kur je partia e djathtë, ti e privatizon atë lesh telekomi sepse ai edhe ashtu bankrotoi. E shet. Po aja ishte një shoqëri totalisht kaotike. Po të patë kishte debat. Po ishte debati kot, edhe aty ishte vetëm një numër. Domethënë s'pa futi kush. Domethënë era aty komplet irrelevant. I duronin edhe kritikat madje, sepse thashën egojit. E shikon që Kosova është vend më i mirë se Shqipëria. Ja. E kuptova, ja, shembulli që sapo dhe tani. Pse? Edhe se ishte një, e dëgjonin valla.
Po e dëgjonin, po nuk ma vurën, dhe më thonë, m'gela aty si legend, sepse ata vazhdonin business as usual, dhe më thonë, bënin gjerat që donin mi bo. Ti kritikoj, e thësha ati ministrit arsimit ka qenë i torë lak, dhe që po bën kështu. Kjo është diljan foltore, bisedoja, vetëm më kalonin. Edhe nuk ishte, prandaj i thash s'kam efekt këtu, më shumë kisha efekt si me gazetor. Sepse ti fatikisht u fute në përplasje me Thaqin, apo jo? Po ti ishe pranë Thaqit, ti sot mund të ishe akoma deputet. Absolutisht. Absolutisht. Pse u futen të rashë me Thaqin, për çfarë arsye? Po s'm pëlqenin zgjedhjet e tij për mënyrën se si e bën të politikën. Politikën e brendshme. Domethënë, si ishte shumë majt Thaçi? Jo, ishte, si më thon Thaçi kishte këtë problemin, domethënë, për të ishte qëllim pushteti. Domethënë, nuk ishte qëllim, unë e kemi pas një moment ku i thosha shiko. Ti lodhe shumë, punon shumë, punon gabimja pa thënë. Ja, mbyllëm vetë jo. Privatisht i kom. Thosha, me energjinë që e ke, po të punosh në mënyrën e duhur i fiton zgjedhjet me lehtë. Ti po bën thosha gjithë këtë punë, thosha po me këta ministra këta po dëmtojnë ty. Edhe ai se kuptonte, thash, ik Berat, edhe pastaj dola u riktheva. 60 sekonda do japësh përgjigje Sebastianit. Sebastian Zonja është i gazetar shumë i mirë këtu te MCN-ja, e ka mund pjesë të emisionit. Okej. A nuk mendon Buxhala thotë njësoj si ata të vendvendosjes që për çdo gjë ja vën fajin Thaçit? Cili është ndryshimi që ka Buxhala në këtë rast që për çdo gjë ka fajin Kurti? Po shiko, unë edhe kundër Thaçit kam qenë zoti Zonja. Sa po e tha zoti Zonja? Zotri Zonja, perl më po. Seb, sa po ta tha? Zotri Zonja, son të ka thënë një zoti Zonja. Sa bukur zotri Zonja opera. Pra, ishte i lezetshëm, po. Unë po agravohem kur ishte kryeministrit. I ka rënë dhe Kurtit pra njësoj. Edhe Thaçit. E ka me sa duket e ka sindrom Berati, vëlla. Agravohem kur është kryeministër. Po si ka mundsi? Qetësohem. Nuk e ke thjesht nga ideja që pse mos isha unë dhe është ky. Jo. Nuk e ke fare atë ambicje. Unë jetoj më mirë. Nuk e ke atë ambicje. Jetoj më mirë se Kurti. Jo, më mirë. Po se xhelozoj pozitën e kryeministrit. Jo, nuk është puna thjesht e material. Jo, po si lifestyle, domethënë. Si pushtet po flas. Po pushtet kemi bolla, ne gazetar, domethënë se varet çfarë pushteti të bodon. Ti nuk e pas asnjëherë atë ambicje ti ishe për shembull i parë i një vendi. Jo. Mos thuaj se ke menduar Berat, pas zotit, se s'ka mundësi. Kam menduar çka kisha bën ndryshe. Dora në zemër, si e thoni ju, dora në zemër, po. Po ti kisha bën ndryshe, domethënë. Kisha pas kobra, po sumtojnë popullit, domethënë një numër i madh i njerëzve janë të lidhur me gjona tjera, domethënë nuk kemi ne shef. Gazetarët janë të vetmit që janë më të rryer se politikanë në popullat. Fatkeqësisht. Është e vërtetë kjo. Domethënë, fillimisht janë gazetarët, pastaj janë politikanë. Është e vërtetë kjo. E por rasti se ti je edhe gazetar apo politikan, ti je lumi, domethënë. Po, pa vërtet është, po. Dhe e fundit, edhe pse duhet ta mbyll sepse më thonë që se unë nga që e kam 10 me 11, të marrë të mërkur, dhe premte e kam 9 me 11, e kam 2 orë. Edhe nuk duhet ta lodh shumë stafin. Okej. Stafin, domethënë çunat e operatorët. Zoti Zonja dhe këta tjerët. Jo, zoti Zonja është për qef tani, nuk ka lidhje. Jo. Zoti Zonja nuk është staf, është pjesë e emisionit si i ftuar. Çunat operatorë që ke këtu, vërdall. Edhe publikun. Edhe këta më vjen keq dhe shumë për manekinat ato Berat. Tani vjen një mesazh të fundit Berat që duhet ta lexojmë, thotë ky lajm i fundit. Ali Hamenei. Djali Alis. Jo, atë e thamë që po. Cili është lajmi? Lajmi i fundit është, thuaj Berati, thotë CIA po armatos kurdë që të luftojnë kundër Iranit, atë ishte ti. Kjo mund të jetë, domethënë, vetëm jo këta mujahidin këtu që i keni këta në kot. Këta vetëm po i mbani me bukë. Pse si heq ky Ramsi burr për ta mbyllur? Pse i mban? Gelin aty. Domethënë ata do të shqiptarizohen, në fund do të martohen në shqiptarë dhe do të mbesin si minoritet. Kemi ne disa çerkez që kanë ngel Kosovë, që kanë mbet pi luftës. Duhet të informohemi çik për këtë të Manzës. Po. Sebastian i ka qef të tema shumë. Të lutem marrim informacione, bëjmë Për gjithë muslimanëve, çani këtë fare në fund, domethënë. Për ta mbyllur. Po, kurti du më së shumti, domethënë. Për gjithë botë etnive në lindjet mesme, më së shumti më dhimbë se kurdët. Kurdët. Po. Janë 10 milion banor, nuk kanë shtet, janë viktima gjithandej, e urrejnë Turqia, e urrejnë Arabët, e urrejnë. Edhe unë jam dakord me ty. Të merr janë. Edhe unë jam dakord me ty. Edhe tash kur i shoh shqiptarët, tu i vajtu për gazën, thamë, pse për kurd nuk po vajtoni? Pra. Kjo është hipokrizia, pra. Kjo është hipokrizia. Po kani për gazën sepse keni nevojë për një urrejtje ndaj Izraelit. A për kurd jo se prishni me Erdoganin, ose prishni me atjetrin. Të merr është kjo. Me kë po flet me mua po flet. Po. Unë tani do them, gazetari jam i preferuar, domethënë, absolutisht. Për mua? Po. Falenderoj shumë. Ti më ke dhënë hapësirë, edhe kur s'kam qenë në kaq i njohur, kur kam pas nevojë për audiencë. Para shumë viteve. Para shumë viteve. Që atëre ke pas talentin. Je fantastik je.
Unë të falenderoj shumë që më erdhe sot dhe je i mirëpritur në këtë emision sa herë duash. Edhe pse ti nuk ke nevojë tani se ti je brand. S'ka lidhje, po... Ti je tashmë, ti je mark, ti je brand tani. Ja, shif, na shkoj 2 orë, po thuj se i bënëm edhe iku si... Ore, ti si ikën me ty emisioni, valla. Je ti mor burr, je ti. Ja, në unë kurios shumë, po je ti që flet. Dëgjoj, unë do të mbyll tani me një shprehje që Berati nuk do i vë mirë, por jam i bindur Berati shaq i zgjuar sa që dhe mund ta pëlqej. Duke e thënë nga unë. Të gjithë ju që jeni në dilema akoma dhe mendoni thoni më po ç'të bëjmë ose nuk krihet në Shqipëri më valla, nuk krihet na është bërë na unzi jeta, po ju që nuk kapni dot lek pra, sepse nuk keni të shkatët kapni lek në këtë vend, tani ka vite në fakt që prej ku ka ardhur Papaxhiu është shtuar shumë kjo, që Papaxhiu i them Ramsit ton. E di atë Papaxhiu e ke parë? Jo. Zërbe? Jo. Ose grekët i ka qef Berati shumë Ledjo, aman plas Papaxhiun. Papaxhiu e di kush është? Ka qenë një lojë pra sa plasi Ledjo. Ka qenë një lojë, por ne nuk kemi video në Shqipëri të asaj loje, se unë kam gjetë greqisë, është lojë e vjetër shumë. Papaxhi, papas, në greqisht do më thonë deri maç më duket, i thonë papas. Deri maç te letrat. Në Shqipëri ka qenë një tjetër lojë quhet pllakator, dikur, tani s'luhet më. I ca tipa, të lezeshëm të shkatët, që vinin 3-4 letra, videshin njerëzit, po dhe bënin kështu. Dhe vinin dhe thonin, gje, ku është deri, ku është deri, ku është deri. Këtu në Shqipëri nuk është ku është deri. Në Greqi është pujno papas. Ku është deri? Edho papas, e qio papas. Edho papas, këtu deri, atje deri. Ku është deri? Hidhni shumë, i thot, sa më shumë të hidhni lek, i thot, aq më shumë të merrni. Njerëzit të shkat hedhin lekët. Heqin, atje s'ka derfare. Mani kartën. Humbë zonjë, thot, ose zotri. Tani, kjo bën në Shqipëri ti kur vitet 90 valla. Dhe quhet pllakator. Nuk e di është bërë në Kosovë apo jo. Po. Është bërë. Si e quani ju? Po se di si e quajnë, po e di që kanë bërë. S'ka emër pra. Edhe unë i ziu nga... Me se e bënit ju? Me qibrita, dhe këto... Ne këthe me qibrit që i thënë shkrepës. Me shkrepse, po. Po i kanë bon do gjona të shumë. Po ata në përgjithësi ata ishin si këtë... Prestigiatorës. Dafit Koprefildi, pra. Po, Koprefildi. Me thelb, me fjallë thjesha, mashtrus. Mashtrus. Ju meni lekët njerëzve. Tani, Papaxhiu jonë, vlla. Ka shumë njerëz, ja do shohësh tani, Ledjo plase vetë ta shofi Berati se ka parë. Çike që Papaxhiu Berati. Εδώ το αθώο και εκεί μειοπεχίλη. Faites vos madame et monsieur. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς. Πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε. Εδώ είναι ο παπάς. Χάσατε madame. Μάζευε Θανάση. Vepo jo, e pe qa pere, hasat e madami, të humbët zonjë. La lek të shkreta. Nami me këtë lome, e sa leka, e di se sa, e di shma mashtrus, është brillant janë tam. Ramzi ishë një nga këta. është mashtrus. është nivel i lartë. është mashtrus. është nivel i lartë shumë. është as mashtrus sa ka bo dhe Berishën të vetin. I shërben me... A thua? Absolutisht. E po do të ndish prapë ti mua, po e se të ka prapë unë ty. Kur dush? Jo, kur dush më thuj se, nuk e aq i lirë tani ti sot. Vi. Zërbe. Përbes po. Po Berishën e ka, si më thonë, Berisha është mesin e këtyre derrave traumës, dhe më thonë. Jenë vete? Absolutisht. është tem tjetër kjo. Merë. Tem tjetër. Merë. Ndaj unë do e mbyll sonte edhe pse Berati nuk do jemi mirë, po jam i bindur që do e pëlqej, sepse ka diferencë. Para se Berati nuk e pranon. E di çka po thu, se të kom dëgjuar edhe herë tjetër. A ke dëgjuar? Shkon jetoni në Kosovë. Po. Sepse këta thonë të ikim në Amerikë, të ikim në Gjermani, të ikim ku diun. Mos mor burr, do hani dy njëra ti të vuani shumë. Por në realitet është që ne po vim këtu. As i shqiptarë i Shqipërisë nuk vjen, se unë ju thash një ditë fillon me fol mirë për Kosovën, tash pse s'vjen më këtu në Kosovë ti? Pse më duhet të kesh shqiptarë që kanë ardhur në Kosovë. Jo, ambasadori. Jo, përveç ambasadorit, duhet të kesh shqiptarë, duhet të ketë që kanë ardhur e para një herë, duhet të ketë studentë që vinë në Kosovë. E dyta duhet të ketë biznesmen që ne nuk i njohim, se nuk janë shumë publik që vinë në Kosovë. Nesër këtej. Prej Kosovës Shqipëri po vinë. I ka marrë Papaxhiu. Absolutisht, i ka marrë Papaxhiu. Më ka dhënë numër privat, edhe thotë shkruani sa keni pengesa në gjë, këtu më keni mua. Pra ti thua, më mirë një Papaxhiu i tillë se sa një Albin Kurti që është i ngurtë. Fidel Castro, quhet si duhet, që është seksi ekzotik është Albini, po është aq, domethënë, ai është i mirë për një shtet tjetër, por jo në shtetin tonë. Është fantastik me pa dikun tjetër. Su e di Norvegji këto vende shumë. Jo, po, si kuriozitet po, a ke pa Kuba ka shumë tifoz. Po ai shkoi në Kubë. Se gjithë e duan Kubën. Flasin për Kubën. Jo Rauli, jo ai, fantastike. Po, pyeti kubanezët atje ata... Jo femrat e bukura këto. Po, ata ikin me nëtë në Florida, domethënë. Me i datë, se s'kemi kohë, do ta mbyllim. Me i datë kultura e komunikimit të Kosovë. Një lloj etike që ka në përgjithësi shoqëria e Kosovës, shqiptarët e Kosovës. Po flas në Prishtinë, nuk e di për në vende të tjera se të nuk i njoh mirë, gjithsesi bën diferencën. Një lloj përkujdesje për mos egzagerim në luks të tepërt. Po, të jemi më mirë.
ka shumë gjëra pra që mban erë Europë Kosovë. Po, sepse kemi një tradit pak të vjetër. Pikërisht për këtë arsye unë i them atyre shkoni në Kosovë. E vërtet. Se do gjeni atje, do gjeni shumë Range Rovera rrugës, nuk i sheh këto gjona, domethënë nuk është e egzageruar. Ata të fortët me Po, nuk shet veshur për turp ato. Po pse duhet gjë e vogël? Po pse duhet gjë e vogël ti kjo? Është një kulturë. Kjo është jeta e përditshme. E vërtet, e vërtet. Është jeta e përditshme. E vërtet. Pra tani dini ta bëni zgjedhjen. E keni destinacionin, Kosovën, e keni ngjitur 2 orë nga Tirana, ndërkohë unë Beratin e falenderoj jashtëmas i merri sot u kënaqja shumë. Mos harroni Buzhi Beri. Beri Buzhi, më falen ngatrova. Beri Buzhi në TikTok, e keni atje për të gjithë ju fansat e Beratit, e doni ose jo, Berati nuk të lind indiferent dhe kjo është suksesi i tij. Ndërkohë që do të thoshja, po, tani do e mbyllim me siguri me Samsonin që Berati e ka parë Samsonin të ne apo jo. Samsoni është një, po themi, shpikja jonë në thonjza e para 5-6 muajve, tani është përhapur dhe në media e tjera shqiptare, Samsoni, sepse është më aktual se kur, Berat. Korupcioni nuk është i keq, por ai është i keq vetëm kur unë si jam i përfshirë në të. Por nëse unë jam i përfshirë në korupcion, unë do ta mbroj Berat.